Menaxhimi i mirë i imigracionit dhe azilit bëri bashkë në një tryezë përfaqësues të Ministrisë së Brendshme, delegacionet të Bashkimit Evropian në Shqipëri, IOM-it dhe UNHCR-s. Pjesëmarrësit prezantuan projektin Bashkimi Evropian për Migracionin, që synon partneritetin e përbashkët mbi sfidën e emigracionit, duke forcuar kapacitetet institucional dhe rritur koordinimin mes aktorëve për menaxhimin e migracionit. Mbështetja dhënë përmes këtij projekti është pjesë e angazhimit më të gjerë të Bashkimit Evropian ndaj Shqipërisë dhe rithekson përkushtimin për stabilitetin dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Ky projekt do të ndihmojë gjithashtu në mbështetjen e përpjekjeve të Shqipërisë për të shënuar përparim në procesin e anëtarësimit. Për zëvendësministrin e Brendshëm, ky projekt do të jetë një model suksesi që do të ndiqet edhe nga vendet e tjera të rajonit. Fokusi do jetë tek ngritja e kapaciteteve operacionale për menaxhimin efektiv dhe flukseve migratore, forcimin e strukturave për kthimin dhe reintegrimin, si dhe zhvillimin e mekanizmave të koordinuar për përballimin e mbërritjeve në raste të rritjeve të flukseve. Ky projekt jam i bindur do të kontribuojë ndjeshëm dhe në rritjen e kapaciteteve që lidhen ngushtësisht me luftën kundër kontrabandimit të migrantëve. Fokus është mbrojtja e grave që udhëtojnë të vetme dhe fëmijëve të pashoqëruar. Projekti mbështet angazhimet e qeverisë shqiptare, përfshirë zbatimin e strategjisë kombëtare të migracionit 2024-2027, e cila është në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian.